LSDM kërkon të publikohet nëse janë kryer analizat e ujit të pishëm në Gostivar dhe pse ato deri tani nuk janë bërë publike. Sipas tyre nuk ka asnjë institucion apo person përgjegjës që qëndron pas konstatimit për rregullsinë e ujit dhe deri më tani nuk është publikuar asnjë dokument i vlefshëm që konfirmon se uji është i sigurt për qytetarët. Rezultatet e para për të përcaktuar nëse uji është i përshtatshëm për pije ishin paralajmëruar për 20 gusht, por 6 ditë më herët, përkatësisht një ditë para kthimit të Mickoskit nga udhtimi, u njoftua se uji është i sigurt, edhe pse për këtë nuk është publikuar asnjë analizë, thon nga opozitarja LSDM. СДСМ Студенови јавно бара од владата на Мицковски да објави официјален документ, анализа резултат кој потврдува дека водата во Гостивар е безбедна за пиење. Прашањето е зошто се крие официјален документ за водата во Гостивар? Зошто не се објавува? Која институција направила анализа на водата и какви се резултатите? Кој го потпишал извештајот и кој со својот потпис гарантира дека водата е безбедна? Nga ВМРО-DPMN akuzojnë se LSDM vazhdon të përhap panik të panevojshëm te qytetarët. За водата во Скопје се пласираат тврдења кои надлежните институции веднаш ги демантираа. За Гостивар, последните испитувања покажаа дека водата повторно е безбедна за пиење. Наместо овие информации да бидат поздравени, СДС продолжува со обиди да создава сомнеш. Прашањето е едноставно, а тоа е зошто на СДС му пречи кога институциите ќе покажат дека системот функционира и дека проблемот е решен. Dje kryeministri Mickoski deklaroi se ai këmbëngul që të publikohet raporti që konfirmon se uji në Gostivar është i sigurt për pije. 3 ditë më parë u njoftua se qytetarët mund ta përdorin ujin e Gostivarit për nevojat e tyre, ndërsa disa zyrtar para kamerave pinë ujë nga çezma në qytet.